Shteti hërë fshiu shpirtin, se skandalet e qeverisë Rama për Balluku e sjellin asnjë dorëheqje, asnjë arrest, asnjë drejtësi. Një vend ku bandat nuk janë në rrugë por në zyra, në postet ministrore dhe në zemrën e pushtetit publik. Ka vende ku skandalet shkundin sisteme, rrëzojnë ministra, hapin hetime dhe çojnë individ përballë drejtësisë. Ka shtete ku edhe një raport me mospërputhje të vogël financiare mjafton që një zyrtar të humbas postin për 24 orë, të mbyllet në zyrat e prokurorisë për sqarime dhe pastaj, nëse duhet, të kalojë natën në qeli. Dhe pastaj është Shqipëria. Shqipëria e vitit 2025 është vendi ku skandalet nuk rrëzojnë dot askënd, sepse ata që duhet të bien qëndrojnë mbi ligjin, mbi popullin, mbi shtetin. Sepse ata që duhet të hetohen, hetojnë prokurorët. Sepse ata që duhet të përballen me drejtësinë, janë vetë drejtësia. Sepse ata që duhet të japin dorëheqjen, qeshin me nënqeshje dhe i kujtojnë publikut se pushteti nuk është vota, pushteti është kontrolli mbi institucionet, mbi tenderat, mbi dosjet, mbi oligarkët dhe mbi frikën e qytetarëve. Ky është realiteti që e ka kthyer Shqipërinë në laboratorin e korrupsionit të pandëshkueshëm. Dhe zonja Belinda Balluku së bashku me grupet e interesave që e rrethojnë është vetëm simboli, jo problemi i vetëm. Por është simboli goditur, i dukshëm, i pakontestueshëm, një ministre me një listë skandalesh më të gjatë se raportet e Klishas. Një ministre që në çdo vend normal të Europës do ishte hequr menjëherë, do ishte arrestuar ose të paktën në hetim aktiv. Por në Shqipëri jo vetëm që qëndron në detyrë, por konsolidohet, fuqizohet dhe forcohet. Pyetja e madhe është si mundet? Pse një popull që ka prodhuar heroni, luftëtar, bi mali, bi lirie, sot rri i heshtur teksa skandalet vinë si dalg, njëra pas tjetrës? Pse një shoqëri që dikur shpërtheu për pak energji elektrike, sot nuk lëviz për miliona euro, për PPP të qelbura, për tendera të fryrë, për koncesione të falura, për pasuri publike të grabitura? Përgjigjja është e thjeshtë, e dhimbshme dhe e rrezikshme. Sepse shpirti luftarak i këtij populli është lodhur. Dhe lodhja e shpirtit është vdekja morale e një kombi. I sistemi që skandalet e shkaktojnë detës së një tronditje. Shqipëria ka hyrë në fazën më të errët të tranzicionit të vet. Kjo nuk është më faza e korrupsionit të zakonshëm. Nuk është as faza e klientelizmit të zakonshëm. Kjo është faza ku korrupsioni është sistem. Sistemi është pushtet. Pushteti është bandë. Dhe kur bandat janë në qeveri, bandat në rrugë bëhen thjesht dekor. Në këtë vend nuk janë kriminalët e rrugës që kontrollojnë politikën, janë politikanët që kanë privatizuar kriminalitetin. Në këtë vend nuk është ligji që heton ministrat, janë ministrat që emërojnë, promovojnë dhe mbajnë prokurorë e gjyqtar që nuk guxojnë t'i prekin. Shqipëria është bërë një vend ku skandali më i fundit thjesht mbulon skandalin më të vjetër. Dhe qytetari shqiptar është bërë spektator, jo pjesëmarrës. Ai sheh, dëgjon, përtyp mlefin dhe lë ditën të kalojë. Dhe ky është faji ynë më i madh si shoqëri. Rasti Balluku simptoma e një sëmundje të rrëpërgjithshme. Emri Balluku sot nuk qëndron vetëm si emër i një ministreje. Është shndëruar në metaforë të sistemit, metaforë e arrogancës, e pandëshkueshmërisë, e përkëdheljes së pushtetit, e mungesës totale të përgjegjësisë publike. Kur populli flet për Ballukun, nuk flet vetëm për një njeri. Flet për tenderat e dyshimt në energjiçmimet e fryra, projektet pa transparencë, koncesionet, problematike, privilegjet e pashpjeguar, arrogancën ndaj mediave, përgjigjet e zbrasta në kuvendmbrojtjen e saj nga kryeministri dhe sidomos mungesën absolute të pasojave. Në çdo vend normal europian, nga Suedia në Spanjë, nga Gjermania në Itali, një ministër me vetëm 10 të këtyre skandaleve do të ishte dërguar në hetim, kontrolluar nga auditime të pavarura, pezulluar menjëherë përballur me presion publik në vëzhgim të mediave dhe më pas, në shumicën e rasteve, në dorë të drejtësisë. Në Shqipëri, asgjë, zero, thjeshtje, arrogancë, ironi publike, përqeshje të qytetarëve që pyesin, madje edhe lëvdata. Kjo nuk ndodh sepse zonja Balluku është e pathyeshme si individ. Jo, ndodh sepse sistemi është i ngritur për ta mbrojtur, mbuluar dhe ripërtërir. Drejtësia ka humbur shtigjet e SDH. Qytetarin të flasësh sot për drejtësinë në Shqipëri është thuajse qesharake, madje tragjikisht qesharake. Prej vitesh na u tha se reforma në drejtësi do ishte shpëtimi kombëtar, shkatërimi i korrupsionit, fundi i pandëshkueshmërisë. U krijuan institucione të reja, SPAK, BKH, KLP, KLG, LD. U fol për kontroll ndërkombëtar, për standarde të BE-s. Por çfarë pam? Pam një drejtësi që godet vetëm aty ku i lejohet, vetëm ata që nuk prekin zinxhirët e pushtetit, vetëm aty ku nuk shkul themelet e sistemit. Pam një drejtësi selektive. Pam prokuror që vrapojnë pas drejtësisë së lehtë dhe shmangin drejtësinë e vështirë. Pam një SPAK që ka guximin të godas zyrtar të rangut të mesëm, por jo guximin të prek bosët e vërtet të politikës. Pam drejtësi që e shikon popullin si konsumator propagande, jo si sovran. Dhe kur një drejtësi e tillë përballet me njerëz të pushtetshëm si zonja Balluku, rezultatet janë të parashikuara. Heshtje, mosveprim, amnisti faktike, mosprekshmëri. Qeveria së fortesë, populli së spektator. Shqipëria është zhytur në një situatë ku qeveria nuk ka më frikë nga populli. Dhe kur qeveria nuk ka frikë nga populli, demokracia mbaron.
Në vendet e tjera të botës, qeverit bien nga protesta, japin dorëheqje nga presioni publik, nga publiku që u kërkon llogari. Në Shqipëri, protestat janë kthyer në evente rrjetesh sociale. Në Shqipëri, zemërimi i popullit shfryhet në komentet e Facebookut, jo në sheshe. Në Shqipëri, njerëzit kanë mësuar ta përtypin padrejtësinë si pjesë të natyrshme të jetës. Kjo është më e frikshme se çdo skandal. Sepse kriminalët e pushtetit nuk i friksohen më as popullit, as drejtësisë, as shtetit, as votës, as zërit publik. Asgjë nuk i prek. Dhe kur ata nuk stepën nga asgjë, pushteti i tyre bëhet i pakufishëm. PSH Europë di ishte rrëzuar DHH Shqipërie. Le ta themi hapur, në Europë ministri është funksion publik, jo pronë private. Ministri është përgjegjësi, jo imunitet. Ministri është detyrë, jo privilegj. Në Shqipëri, ministër do të thotë: pushtet ekonomik kontroll tenderash ndikim mbi administratë, ndikim mbi drejtësinë, mbrojtje politike luks, privilegje, influencë, status i paprekshëm. Në Europë, mjafton një investigim i vogël, një informacion i paqartë financiar, një vendim i gabuar procedurial dhe ministri jep dorëheqje vetë për të mos turpëruar institucionin. Në Shqipëri, edhe nëse publiku shikon video, dokumente, aferat, të gjitha bashkë nuk ndodh asgjë. Pse? Sepse në Shqipëri kemi krijuar një model të ri qeverisjeje. Pushteti nuk rrëzohet nga skandalet, por forcohet prej tyre. Sistemi nuk punon për ndershmëri, por për të garantuar mbijetesën e atyre që janë më të lidhur, më të përkëdhelur, më të domosdoshëm për arkitekturën e pushtetit. Populli i këshkundë, populli i humb të drejtën të ankohet. Le ta themi troq. Një popull që nuk reagon ndaj padrejtësisë, nuk mund të ankohen që nuk ka drejtësi. Një popull që nuk ngrihet ndaj korrupsionit, nuk mund të ankohen që korrupsioni sundon. Një popull që hesh për skandalet e qeveritarëve, nuk mund të ankohen që zyrtarët bëhen të paprekshëm. Një popull që duron meriton atë që duron. Dhe Shqipëria e vitit 2025 është kthyer pikërisht në këtë realitet. Një popull që vuan shumë por ngrihet pak. Një popull që sheh gjithçka por nuk vepron. Një popull që e ka mbrojtur veten për shekuj me shpirt luftarak por që sot e ka lodhur shpirtin e vet deri në këputje. Kjo është tragjedia më e madhe. Sepse një shtet mund të korrigjohet, një qeveri mund të ndërrohet, një sistem mund të reformohet, por shpirti i një populli kur vdes nuk ringjallet lehtë. Pushteti formohet se klan DH Shqipëria së përdhes. Problemi nuk është vetëm një ministre. Problemi është modeli, klan politik, klan ekonomik, klan mediatik, klan institucional. Këta klane kanë 3 parime bazë. Mbro kolegun, jo shtetin, ruaj pushtetin, jo qytetarin, mbyll gojen, mbyll dosjen, mbyll hetimin. Ky model funksionon sepse është ndërtuar me vite, me durim, me fije lidhjesh që shtrihen në të gjitha institucionet. Është krijuar një shtet paralel. Një shtet i cili nuk i përgjigjet popullit, por për t'u pasuruar. Shqipëria e ka probleme mungesë drejtësie, ka probleme të pric pushteti. Ka vende ku mungon drejtësia sepse sistemi është i dobët. Shqipëria nuk është ndërto. Shqipëria ka drejtësi, por drejtësi që punon në hijen e pushtetit. Shqipëria nuk ka probleme mungesë strukturash, ka probleme superstrukturë. Problemi nuk është mungesë institucioneve, problemi është se institucionet janë të ngritura për të mos funksionuar. Përfundimi hër djeg se hen, apo e lejojmë vetë këtë. Nuk kam asnjë dyshim, Shqipëria nuk është më viktimë e korrupsionit, Shqipëria është bashkëjetuese me të. Ne populli po e lejojmë, po e pranojmë, po e normalizojmë. Dhe pushteti e di këtë. E di që populli është i lodhur. E di që nuk ka frymë proteste. E di që njerëzit janë të zhgënjur. E di që varfëria i bën njerëzit të heshtin. E di që emigracioni i boshatis sheshet. E di që mediat janë të kapura. E di që drejtësia është e kontrolluar. Dhe për këtë arsye nuk jep dorëheqje askush. As Balluku. As kushdo tjetër që drejton me të njëjtën filozofi, arrogancë, paprekshmëri dhe llogari të askujt. Dhe nëse një popull nuk i shkon skandalet, atëherë ai popull nuk do të shkundet më kurrë nga gjumi. Nëse një popull nuk vendos të zgjohet, atëherë ai popull do të vazhdojë të qeveriset nga ata që nuk e meritojnë. Sepse pushteti i tyre nuk është forca e tyre, është dobësia e popullit. Ky artikull nuk është thjesht kritik. Është thirrje, alarm, kamban, britm. Sepse Shqipëria nuk mund të jetojë më gjatë kështu. Sepse një vend që nuk mbron drejtësinë e zhduk drejtësinë. Sepse një popull që nuk e ruan shpirtin e vet luftarak e humbi identitetin. Dhe Shqipëria është vend me histori luftëtarësh, jo vendi të dorëzuarve. Dhe sot, më shumë se kurrë, duhet ta rikthejmë veten te ajo histori, përndryshe do të mbetemi viktimat e përhershme të bandave që sundojnë nga zyrat, jo nga rrugët.